Uroj të gjithë muslimanëve gëzuar festën e Ramazanit, mujtë e Ramazanit dhe festën e Bajramit që afrohet. Falenderoj Fondacionin Rinisë Islame për kontributin që jep për këtë jetim të Kavajës. Allahu ju shpërbleft. Asalamu alaikum. Kjo ndihmë, kjo pak ushqimore e cila ofrohet nga Fondacioni Rinisë Islame i këtij lloji, i këtij tipit në këtë vendin e Kavajës është për herë të parë. Mendoj edhe si iniciativë Mulla Sulejman Rostemit, i cili neve na ka treguar se këtu në Kavaj ka nevojë, përndryshe ky lloj aktiviteti tek ne ka një histori të gjatë, sepse çdo vit ne të njëjtën e bëjmë edhe në Kosovë, në vende të ndryshme të Kosovës, ku aty ka nevojë, ashtu siç ka nevojë edhe këtu në Kavaj. Dhe shpresojmë që me këtë aktivitet sadopak ju kemi ndihmuar njerëzve të cilët kanë nevojë. Nisëm nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam që thotë domethënë ai i cili nuk falenderon njerëzit nuk ka falendëruar as Zotin xhella xhelaluhu. Prandaj falenderoj organizatorët e këtij iftari. Allahu xhella xhelaluhu ja shpërbleft me të mira dhe inshallah ju mëson që edhe në herë të tjera të organizojmë iftare të tilla që të jenë edhe më të mira dhe më të bukura inshallah. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të pranishëm, ju falenderojmë juve për pjesëmarrje, po gjithashtu edhe ata cilët e mundsuan me përgatit këtë iftar, siç është Hoxha Dashi edhe bashkëpunëtorët e tyre, po gjithashtu edhe Mulla Sule i cili ka qenë iniciatori i kësaj. Unë për veti për herë të parë këtu në Kavaj bëj iftar bashkë me juve, edhe shfrytëzoj rastin t'i falenderojmë të gjithë ata donatorët cilët kanë shprehë dëshirën me shtruar iftarin e trojës tonë shqiptare. Ju falenderoj. Selam aleikum.